Lidhur me çështjen e incineratorëve, kemi këtu inceneratorin Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. Prokuroria e posaçme ka hetuar në kuadër të këtyre 3 procedimeve penale 71 persona të gjithë niveleve. Disa prej tyre janë me vendime penale të formës së prerë, disa janë në proces hetimi, disa janë në gjykim, si dhe po hetohet dhe për fakte penale dhe persona të tjerë të cilët mund të jenë përgjegjës për këtë veprimtari posaçme. Lidhur me pyetjen që nuk e ka marrë ende si panderur zotin Veliaj, dua të them se siç besoj edhe ju e dini, hetimet paraprake nuk kanë përfunduar lidhur me këtë procedim penal, por vazhdojnë akoma. Lidhur me pyetjen a ka përpjekje të SPAK për të kërkuar një dëshmi të ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmeti nga Zvicra, deklarimet publike të tij vlerësohen rast pas rasti, për ne sot ai është një person në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të korrupsionit pasiv, pasrimit produkteve të veprës penale dhe vepra të tjera penale e lidhur me inceneratorët. Patjetër, në çdo moment që një subjekt vepre penale dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, do të bashkëpunojë me prokurorinë e posaçme, është mëse i mirëpritur. Lidhur me pyetjen tjetër, pasi parashtroi një kallëzim penal të tetorit 2021 në emër të Partisë Demokratike, ku sipas zonjës Tabaku ka kallëzuar abuzimet